për të parë futboll. Vera pak të të lartë. lartë. Do ta marr me vete. Okej. Nuk e di do duhet vera të lartë. Okej. Cepi. Mando ti mos e prek se nuk është për ty. Shiko. Atë formë që ka. Është pak e prekshme. Jepi Flora, jepi. Hajde po. Tani. Ma thuaj. Ne do themi ca deklarata, ti nëse e konfirmon, ti je pohimin tënd, argumentin tënd. Nëse kundërshton, do shtypësh tek pulsanti, butoni kuq dhe kundërshton atë mendim me argumentin tënd. Milani nuk e ka për Europën. Unë besoj që këtë vit Milani do ta kapi Europën, sepse duke qenë se ka fokusin vetëm te kampionati dhe starti ka qenë shumë i mirë, në absolut ne jemi në Europë. Ajo shtypja ishte pak e egër, duhet të thënë. Duke qenë se ka fokusin, tha, nuk është se ka fokusin, thjesht atë zgjidhje ka, nuk më pjesë Kupa Evropës. Imagjino, do kesh fokusin vetëm kampionat, se nuk e çabon mërkurën do shohësh kinema. Atëherë që këta të Realit që janë të disfokusuar, të kuptojnë se në çfarë konsiston fokusi dhe në çfarë konsiston të fjalia ime. Unë nuk thash, duke qenë se fokusi ynë maksimal është tek kampionati dhe lëm në hije të tjerat, ne do shkojmë në Europë. Unë thash, duke qenë se fokusi është tek kampionati, atëherë do shkojmë në Europë. Po, qëndron. Kanë dhe Kupën e Italisë. Po një pyetje tjetër. Nuk është me që jemi në nisën e Championship. E fiton Liverpooli Championship këtë vit? Mund të edhe ta fitoj. Okej. Por shiko, Liverpooli besoj që është duhet ta fitojë Liverpooli. Besoj që është një ndër ato skuadra që në Europë bën mirë dhe nuk ka kaq shumë, domethënë nuk konkuron dot Milanin dhe Realin me kupa, por që shumë ëmbël për futbollin por le të themi që është një ndër ekipet që ka një histori për sa i përket kompeticioneve europiane, është një ndër ekipet me historinë le të themi më ikonike. Më ikonike, kjo fjala ikonike në Angeli. Në Angeli tani. Bëj ti këtë pyetje se unë s'e bëj dot. Me që ti përmend Real Madridin. A mendon që Real Madridi ndihmohet nga arbitrat? Ja! Flori e shkuar Floririt. Unë mendoj që ndihmohet nga arbitrat. Unë dyshoj fort që në fokusin maksimal që ka, jo në fokusin maksimal, por le të themi në gjithë projektorët që janë të drejtuar drejt kampionatit dhe La Ligës, nëse diferencimi do të ishte kaq i dukshëm, sigurisht që do ishin marrë masa në mënyrë të menjëhershme, sepse nuk tolerohet një ekspozim kaq i madh i një padrejtësie nga entitetet jo vetëm ato që janë për mbarvajtjen e eventeve futbollistike, por edhe në pikpamje ligjore nuk do ishte toleruar. Dy penaltit me Marseille për shembull, që ishin diskutueshme. Janë diskutuar dhe stërdiskutuar. Mos më rrot vetë atë fare ti. Janë diskutuar dhe kanë qenë, shiko, ka qenë element diskutimi, por unë mendoj që madje kanë pezulluar, Çfarë ka të reagim? Kanë pezulluar edhe ata pjesëtarët e VAR-it, por ja që nëse ka qenë nuk mund të merret ky shkas për të thënë që për shembull, edhe vetë Mantha e pranon që Bayern Real Madrid para disa viteve. Jo, nuk e pranon. Reali ka bërë 2 gole offside. Ka bërë, është me fakte. Më dëgjoj pak të them diçka. Nëse në këtë rast VAR-i u gjykua, do të thotë që nuk tolerohet nga asnjë entitet që është specifik për këtë tipologji ndërmarrje, nuk do toleronte që të bëheshin abuzimet e kësaj tipologjie. Menjëherë, kishte diçka që nuk shkonte, në fund të fundit VAR-i nga njerëz është i përbërë. Problemi është se dënimi u bë më mbrapa. Në momentin ata e patë vullnetin për ta bërë një vendim të gabuar. Këshill miqësor për Klegën, mos u lotin mbushësh mendjen se nuk marrin pyk, sidomos te pas e Barcelonës. Tani i tifozë Real Madrid dhe thotë fjali është dualitet. Po nuk dua ta kthej në diskutim me ne të dy prapë, se kemi dhe Klegja këtu. Dëgjoni pak. A ka mundësi të jep një hapësirën e dur rubrikës time se nuk kam ardhur këtu Po vërtet, na prekën interesin. Na fal. Që të pleqëroj e vërtet. Realin dhe vazhdo ti që ta kalojmë këtë temë. Do i vendosësh pikë fjalës apo e mbyllë? Mbylla, okay. Mendoj që ishte e kuptueshme qasja ime që Top i art. Tashmë është një komercializëm apo është meritokraci ende? Kjo nuk ishte as për një është dola fare nga. S'ka rëndësi, ti kupton ku do ta thoja. Atëherë, meritokraci. Unë mendoj që në një pjesë të mirë ndoshta kandidaturat janë deri diku, le të themi, meritokraci për këtë vit ha debat, por mund të jenë.
Rezultati nuk ka qenë asnjë, pjesa më e madhe ka qenë absolutisht komercializëm. Por që ka rënë interesi për topin e art, kjo është e vërtet. Po ka rënë sepse ti Kur e mori Messi kot? Po, zotri. Tjetri ka 8. E nderuar. A kupton? Njeriu normal në planeti ka 2, ai ka 8. Nuk e çaj thu. Nuk mund ta gjykosh dot. Nuk mund ta gjykosh ti. Hiqi 1 u bën 7, hiqi 2 u bën 6, hiqi 3 u bën 5. Nuk është diçka e gjykueshme. Kur ka e shumë, nuk e gjykon dot. Më dëgjoj. Unë për te preferencës ose raportit preferencial me Realin, jo për simpatin apo në aspektin si mund ta kenë parë të gjitha vajzat atë konkurrencën dhe kompeticionin mes Messit dhe Ronaldos, unë kam qenë mund të cilësohem si mes kësaj tipologjie kompeticioni kam qenë gjithmonë tim Ronaldo për një arsye. Unë mendoj që Ronaldo ashtu si dhe Ibrahimovic është pjesë e atyre strategëve ose liderëve të grupit që kanë aftësi që të nxjerrin më të mirat e ekipit që kanë me të cilin luajnë. Ndërsa ne jemi të gjithë të qartë që Barcelona e tiki-takës dhe e Messit duhet ndërtuar një ekip që të nxjerrë më të mirin e skuadrës. Pra, përveç faktit dhe qasjes time personale që një talent ndërtohet dhe bëhet me punë dhe me disiplinë siç është bërë Ronaldo dhe i mëshoj më pak faktit që një talent i lindur është fat i madh, sigurisht që ka dhe punën brenda, por prap prevalon raporti im preferencial për Ronaldon, por mendoj edhe këtë aspekt që ne kemi parë që në gjatë kohës Messit tek Barcelona mbeti Ibrahimovic jashtë që është domethënë absurde për çdo që shikon futboll që një lojtar i kalibrit të Ibrahimovic për mungesë përshtatshmërie të lihet në stol. Unë do ta kisha bërë. Është masakër njerëzore. Pak më të vështira të pulsantin me këto pyetje të fundit. 5 pyetje të fundit që janë: a mendon që lojtarët shqiptar e kanë mendjen më shumë te gocat se te futbolli? Jo? Unë mendoj që lojtarët shqiptar nuk e kanë mendjen askund, as te gocat, sepse nëse do ishin mirë me përqendrimin, do arrinin të përqendroheshin edhe në fushë. Ishte mesazh goduar apo më duk mua? Ja se peshaka. Unë nuk e di, domethënë raport, ne njohim pak nga jeta personale e lojtarëve dhe një pjesë të reduktuar që njohim nuk mund të jetë përgjegjësuese për gjithë, kështu që nuk e di se sa qëndra. Por vjoj të qëndroj me idenë që kanë probleme për qëndrimin. Po rrit pak të lojtarët e kombëtarës. Se kam dëgjuar shpesh nga ju gocat që mi komentoni lojtarët shpesh. Unë si kam komentuar asnjëherë, pa hajde po ta bëj çekin. Po ta ngatmoj pak tani. A është Bajrami lojtari më i bukur i kombëtarës? Thjesht po ose jo, nuk po të kërkoj emër. Me që kam votuar më shumë, sjell Bajram. Ma tregoni fotot Bajramit, se di se si është. Bajram. Po Bajram. Jo. Vlla. Mos bie pre provokimi. Rangers nuk e gjon të rrezik. Mos bie pre provokimi. Ata shoh prit. Ajo di shumë mirë Bajrami. Por ndoshta se një e vërtet. Për zotin nuk e di. Ska faj ska lut Bajrami. Unë njoh, e di ka njoh. Ja po sa na tregon. Po shiva, është më i bukur apo jo? A di ke njoh nga me fytyrë, që t'ja them fiks që të dini, njoh Aslanin, ky po. Tani përgatitoj të dëgjoni përgjigjen. Po s'është, këta nuk janë asnjëri. Ore, në logjika është e keqja më e vogël, pra nëse janë gjithë shëmtut, ky është më pak i shëmtuti. Ky hahet. Jo, unë mendoj që te ekipi kombëtar ne kemi goxha djem simpatik. Jo, nuk kemi keq, me thënë drejtë. Imagjino kur kemi ja t'ja them disa emra. Kemi Aslanin, Bajramin, kemi këta gazetarët që janë gazetarët i veçoj ajo gazetarët janë the top of the top. Pastaj kush e ka parë Bajramin duke pas gazetarët në stadium, domethënë dhe mbi gjitha fusha është larg dhe ne nuk shkojmë dot kaq larg. Ne shohim tribunën, kë kemi afër. Çfarë kuptuat nga kjo? Jo vetëm që jemi të pashëm, por duhet që jemi afër, dimë të komunikojmë, pra jemi edhe të gojës, si thon kështu. Ja Flore, dakor? Po, aq më tepër kur bëhet ndonjë gol apo ndonjë penallti të diskutueshme, komunikojmë në mënyrë më të mirë direkt me motrën e arbitrit. Jepi Flore, pyetja e radhës. Në kombëtare luajnë lojtar që janë më të dobët nga ata që lihen jashtë. E diskutueshme ishte.
Sepse unë mendoj që në këtë rast trajneri nuk ka asnjë lloj përfitimi nëse skuadra do shkonte mund ta bënte një herë për le të themi shumë gjëra dhe korridore të cilat nuk ekspozohen në media dhe ndoshta ne nuk I dim, mund të ketë një mirë arsye, po në plan afatgjata dyshoj fort që ka një motiv që të vetë trajnerit të ndikojë në mbarvajtjen dhe ecurinë e skuadrës. Kështu që ai do donte që rezultatet të jenë pozitive, duke hedhur më të mirët në fushë. Mënyra se si I hedh janë në pozicionet e tyre eksakte, janë të rreshtuar siç duhet, kjo është debat tjetër dhe tipologji tjetër. Mund të themi që për shembull ndoshta nuk nxjerr më të mirën e lojtarëve për shkak sepse I ka të pozicionuar dhe jo në pozicionet e tyre eksakte siç janë në ekipet e tyre përkatëse ku luajnë në klubet dhe kjo është një tjetër diskutim. Por dyshoj që do linte jashtë talente që meritonin të ishin në fushë. Ajo që ndoshta mua nuk më duket plotësisht normale është fakti që edhe në artin e luftës, edhe në çfarëdo lloj le të themi grupi që përgatitet në çfarëdo lloj aspekti ka një 11 ose një grup që është baza, që është kryesori. Ne jemi të gjithë me emocione dhe me flutura në stomak çdo herë që duhet të prezantohet formacioni I ri, sepse nuk e dim kë ka thirrur. Kjo gjë ndodh më pak me skuadrat dhe me ekipet e tjera kombëtare, por dyshoj që do ta bënte trajneri këtë gjë sepse ndikon drejt për së drejti në ecurinë e skuadrës dhe nuk është në interesin e tij që skuadra mos të bëjë mirë dhe mos të ketë një ecuri dhe performancë të mirë. Kemi një hipotezë tjetër për këtë vit. Kombëtarja kualifikohet në botror. Tani dëshira edhe Atëre, dëshira është sigurisht shumë e madhe, dua shumë dhe çdo shqiptar do donte që ta shikojmë ekipin ton kombëtar, është një ambasador shumë I mirë për vendin, është një emocion shumë I madh për çdo që e ndjen futbollin, dhe mbi gjitha edhe për ne që le themi e kemi më të afërt, por edhe për çdo shqiptar që do shikonte ekipin kombëtar të ishte në botror. Duke parë ecurinë dhe për të qenë realist, kemi akoma kohë për të dhënë një verdikt, por herës tjetër uroj që mos të përfundoj me një kështu. Me kismet ishte kjo. Për se kam ndaj pyetjet fundi për ta mbyllur. Okej, ta mbyllim me pyetjen që më do të ketë shumë pikante. Se tash kombëtaren e mora vesh. Tani, një tifoze e Milanit si Klegja del në takime me tifozë interist? Apo interiste që na ndjekin thjesht? Kjo ishte tik mba shpinë. A del një tifoz? Është shkurt shqip, mund të ketë një shans si interist me ty? Bëhet sikur nuk e kupton. Po pse unë s'kam interes të rekrutoj nga interistët për të Milani. Besoj që milanistët kur më thuaj kur, por besoj që zgjedhja dhe përzgjedhja është e njëjtë dhe në të njëjtin funksion në çfarëdo lloj aspekti të jetës. Një individ që zgjedh Milanin ditë të zgjedh. Kështu që një interist nuk do zgjedh tek Legia. Sepse nuk ka shije tek shumë me stil. Çfarë t'ju them më shumë miqtë mi? Klegja mbylli vetëm që është mbi tort me këtë që tha. Kështu që këta tinderi nuk e din, duhet të heqin dorë. Klegja. Po s'kan dorë. Faleminderit që i shtove ëmbëlsinë.